Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se ardhët në takimin e radhës rreth komentit të haditheve të sahihut të Imam Bukhariut, Allah e pasmëshiruar. Jemi edhe me tej në kapitullin e imanit, besimit, respektivisht në fund, krejt në fund të këtij kapitulli. Jemi tek hadithi 52 dhe 53, e qenë hadith të fundit, ku Imam Bukhariu për këto dy hadithe e vë një titull, Bab qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasiha, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dini feja është këshill. Pastaj Imam Bukhariu e sjell hadithin e Jerir bin Abdullah al-Bajali, Jeririt bin Abdullah al-Bajali, i cili thot bajatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqami salati wa ita'i zakati wa nushi li kulli muslim. Jam besatuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që do të falë namazin, do të japi zakatin dhe do ta këshilloj çdo musliman. Jerir bin Abdullah al-Bajali është transmetuesi dhe hadithi tjetër, për të cilën do flasim pas pak. Por njëherë flasim për biografinë e këtij burri, e këtij bukuroshi, i cili ishte nga Jemeni, erdhi vonë në Medinë. Në fund të jetës pejgamberit alayhi salatu wassalam, pak kohë para se me vdekur, dhe pranoi Islamin. Sa që është thënë se është ndër të fundit, ndër sahabët e fundit që ka pranuar Islamin në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra, në vitin e 10 Hijri, pak pas se me vdek pejgamberi alayhi salatu wassalam, nga Jemeni. Ka qenë njeri shumë i pashëm, i hieshëm. Sa që Omeri radiallahu anhu për të ka thonë, ky është Jusufi i këtij ummeti. Ky është Jusufi i këtij ummeti. Jeriri është Jusufi i këtij ummeti. Jeriri është Jusufi i këtij ummeti. Ka për qëllim, Jusufi alayhi salam ka qenë njeriu më i bukur në zamanin e vet. Madje më i bukurit të dunjas mas Ademit alayhi salam. Tash kë për sjell shemb për krahazon bukurinë e Jeririt me bukurinë e Jusufit. Dhe po thot, Jeriri është Jusufi i këtij zamani, Jusufi i këtij ummeti, pra më i bukur i këtij ummeti, la ilaha illallah. Omeri përdori këtë njeri për të luftuar në Irak, pjesë e ushtrisë muslimane, dhe këtë qëndroi në Irak. Thuhet qëndroi edhe në Kufë për një kohë. Por, kur bën fitnet, në kohën e Osmanit, dhe njerëzit filluan të flasin keq për Osmanin radiallahu anhu atje në Irak, Jeriri tha, unë nuk mund të qëndroj në atë vend ku fyhet Osmani radiallahu anhu. E shef se si e vlerëson sahabiun. Njëri shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shokin tjetër. Unë nuk mund të qëndroj të rri në atë vend aty ku fyhet personaliteti i Osmanit radiallahu anhu. Andaj e la Irakin dhe shkoj në Kërgizi shkoj. Njërën pej ishe republikave sovjetike, në Kërgizi. Dhe thuhet atë një Kërgizi ka jetuar derisa ka vdekur. Thuhet se atë ka jetuar derisa ka vdekur, e thuhet edhe ndryshe.
Ka vdekur në vitin 51 Hijri, e thuhet vitin 54. Ani pse ka pranuar Islamin shumë vonë, pak muaj para se vdek pejgamberi alayhis salatu wassalam, megjithatë ka transmetuar rreth 100 hadithe, me të përsëriturat, natyrisht. Jo të ndryshme, por disa të përsëritura, sikurse këto që janë 2 hadithe të përsëritura. Vetëm tek Buhariu i ka 20 hadithe. Pika shkurtra, ky është Gjerir bin Abdillah el-Bajali, Allahu qoftë i kënaqur me te. Kë thot: Bajatu Rasulullah, i besatova pejgamberit. Çai bie kjo? Kjo i bie pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam e ka pasur tradit. Kur ka ardhur dikush me pranu Islamin, e ja ka lyp besën, me u besatu. Ja ka lyp besën, me u besatu. Ran, gra dhe burra, të gjithë. Dhe kështu ka vazhduar, desa ka vdekur i bekuar, alayhi salatu wassalam. Në fillim atje, kur është taku me delegacionin e parë të Medinës në Mekë, më sheft. Edhe i ka ftu në Islam. Pastaj herën e dytë, e ka lënë taku vitin tjetër, i ka marrë disa tije, 3. Dhe kam pranu Islamin, dhe va ka lyp besatimin. Herën e tretë, va ka lyp besatimin të gjithëve, anë pse ata kanë shkuar si musliman. Kështë ka pas tradita i bekuar, alayhi salatu wassalam. Këto, Gjeriri po thot se ju besatova pejgamberit alayhi salatu wassalam ala iqamis salah, se kam për ta falur namazin. La ilaha illallah. Kam për ta falur namazin. Kam për ta falur namazin rregullisht. Kam për ta falur namazin kohën e vet. Kam për të falur 5 kohët namaz. Pra nuk i la namazet. Nuk kujtohena 2 herën punë namazeve. Kam më falë derisa të vdes. La ilaha illallah. Namazin. Ala iqamis salah. Wa itai zaka. Po ashtu i besatova se kam për të dhanë zekatin. Simbas llojit të pasurisë. Se cilën pasuri, sa meritan, sa ka pasuni, llojit sa i kështu me radhë. Që gjëra të detajuara, atje në fiqh, kam me dhanë zekatin. Wa nushu li kulli muslimin, dhe i kam besatuar ati të bekuari, se kam për të këshilluar, kam për të qenë miradashës për çdo musliman. E ka cekur namazin dhe zekatin për faktin se janë 2 shtyllat kryesore të dinit të Islamit. E ka cekur gjithashtu vetëm namazin dhe zekatin, edhe nuk ka cekur të tjerat për faktin se ai i cili kryen këto të dyja e ka shumë lehtë për të kryer edhe detyrat e tjera, farzet e tjera. Wa nushu li kulli muslimin, edhe për ta këshilluar çdo besimtar. Kur t'jem të këshillat, para se me fol për këshillën, e marrëm transmetimi tjetër, hadithin tjetër që po ashtu transmeton i njëjti Gjeriri, i cili thot: Inni etejtu nebija sallallahu alaihi wasallam, hadithin 53 dhe hadithi fundit i këtij kapitulli, kapitull i besimit, kitabul iman. Erdha tek pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe thash: O baju ka l-Islam, po të besatohem ty për Islam, pra për pranoj Islamin, tamam Islam e pranoj, për bona musliman hakikat i vërtet. Fa sharata aleje, por pejgamberi ma qitë një kusht. Wa nusha li kulli muslimin, dhe me këshillu çdo musliman. Fa bajatuha la dhalik, dhe i besatova për te. Pra, sikur se pejgamberi ja lypi këtina, i tha po, në rregull namazin e zekatin, ama
ta dua edhe një gjë. Me qenë dashamirës, këshillus, miradashës, i çdo muslimani. I ka cek muslimani sepse musliman kem hak ndaj tyne më shumë, për ndryshe ne jena ua dojnë atë mirë dhe i këshillojmë dhe jena miradashës edhe ndaj ju muslimanëve. Ne i këshillojmë këtë njerëzit, ua duam hajrin të gjithëve, edhe për dynja edhe për ahiret. Kjo është mesazhi jonë. Por këtu e ka cek muslimanën sepse ndaj tyne me ta përzijmë për ditë, ndaj tyne kena ma shumë hak. E dinu nasiha, din është nasihat, nushu li kulli muslim, me këshillu çdo musliman. La ilaha illallah. E sheh njeriu ka bën mirë, përgëzoje, shtyje, nxite, inkurajoje. E sheh njeriu ka bën keq, mos rrej atë si hut, i cili veç hesht, e nuk flet, nuk mas gja. Afroju, këshilloje njeriun, në qatë formën që din, thuj ma, nuk ban kështu. Këshillo njeriun, gjendu njeriun, duhet mire njeriun, respektoj njeriun, mundoh me largu për të keqes njeriun, këshillo për dynja dhe këshillo për ahiret. Këshillo për din, këshillo për dynja, mëso njeriun, këshilloje. Jo veç për din, edhe për dynja. Ty të ka dhënë Allahu një zanat. Ai tjetëri bënohet me bëjë diçka s'po dikur që shko më këshillo njerin, këshillo më vëllain, se s'ta hanë ka fshatën tonë në rrezikun tonë. Bërë që kije, pjesë e dinit është. Shko këshillo, thuj që kja nuk bëhat qështu. Që kja bëhat qështu. Bënja qështu, del qështu. Për dynja. Në zanatën, njështrien, në shkencën, detyren, këshien, në sanet ndryshme i, dynja, punë të dynjas, këshillo vllaun tanë, mëso vllaun tanë, po të njëjtë kohë nëse e sheket vllaun tanë, më në me këshillu, dhe mase nuk bën kështu, e dëmton vetë vetën e familjen e tjere. A shese se ne musliman, ua duam të mirën të tjerëve? A shese se ne musliman, jemi të urdhëruar, nuk ka kjo me qef, jemi të urdhëruar që t'i këshillojmë njerëzit. Për ata e ulemat se Al-Battal dhe të tjerë, Ibn Al-Battal është komentuesi i pari Bukhariut, thot këshilla nasihati ndaj muslimanëve është farz kifaje. Nëse kryen dikush, tjetërit për tjetërit, bie barra për tjetërit, por nëse nuk e kryen askush, tani në gjënaqar. Andaj paqarët duhet ketë njerëz të cilët i këshillojnë të tjerët, i mësojnë të tjerët, i qërtojnë të tjerët, urdhërojnë për të mirë, ndalojnë nga e keqja, bojnë hajër, përhapin hajër, ua duan njerëzve hajrin, i nxitin njerëzit për hajër, e urrejnë të keqen, e ndalojnë të keqen, mundohen me pengu njerëzit nga e keqja, me i irritu e me i largu njerëzit nga e keqja, me i qu drejt hajrit, drejt mirës, të mirave të dynjas dhe të mirave të ahiretit, në të shoqëria me qenë sa më e zhvilluar, me qenë sa më e betëdjesuar, sa më e ngritur, sa më e civilizuar, me qenë shoqëri që të tjerë të marrin lakmi, jo ka lakmi të tjerë, me jetu mirë në dynja dhe me jetu mirë në ahiret. Imam Bukhariu e cek këtë hadith, respektivisht të dy transmetime, në fund fare, në kapitullin e imanit, për të treguar se këshilla, dashamirësia, është amel o vepër. Veprat janë për imanit, pra është për imanit, ja vdash njerëzve të mirën, mi këshillu njerëzit për të mirë. Allahu na bëf të tillë, ja Rabbel Alamin.
dhe me kaq përfundoj kitab el iman, kapitulli imanit, dhe pasani Imam Buhariu e fillon me kapitullin e ilmit, të dijes, deri në takim në radhës. Assalamu صحيح البخاري